Do t'i thuash ti fëmijës, po hiqe telefonin, a los basketbol, los futbol, los basketbol, duhet të ketë fushat ai që ta çosh ti, se po si pati ai si ta hiq telefonin, jo vapi çat bëj, s'kam ku luaj. Atë çat do bësh? Si dhe ne shohim sot që fëmijët nuk kanë më të lozin poshtë pallatit, nuk kanë më të lozin te fusha e lagjes, nuk ka te fusha e shkollës, se a fush lagjes ka, po të paktën to të shkollave, që deri diku janë po rregullohen dhe janë rregulluar, siç punojnë në një shkollë, po ato do të vinë eficiencë të fëmijëve, por sa më shumë, duhet të kesh sa më shumë, duhet të kesh më them një blok pallate, një fush, një blok pallate, një fush, sepse si do t'i thitësh ti ata? Si t'i zbresi ai prindi ti zbresi poshtë pallatit të merret me sport. Nëse s'ka fushë ai çfarë do bëj? S'ka, është e gjitha e lidhur. Sepse nuk është se kjo punë e teknologjisë është vetëm problemi jonë, është problem global, është i gjithë botës, edhe bota jashtë ka këtë problem. Është diçka që ka ardhur me kohën, koha e ka sjellë të teknologjia, siç vjen me të mirat e veta, si vjen edhe me të këqijat e veta. Është natyrshëm. Atëherë kemi, po themi në një sportist juaj, në mosha të caktuara, se zvarë. Po. Sa kohë i duhet stërvitje në ditë që të jetë gati për ndeshje? Ndeshjen me kampionatin e vet? Po thua ndeshje për që ka. U7 u 13. Nuk, shiko, nuk është se neve deri në moshën 13 vjeç që neve i trajnojmë tani fëmijët, neve thjesht jemi edukues, ne përmirësojmë. Nuk është se neve do masim parametrat e këtyre që duhet të stërvitesh, por neve jemi korrigjues, si thua, ata që kanë një lloj talenti, ne ndihmojmë që të shkojë akoma më lart. Ndeshjet për ata janë si tip testimesh, mini teste që por nuk janë provime që të vendosin ato fatet e tyre. Ata nuk ka problema, e rëndësishme është që të përmirësohet, të ketë vazhdimsi. Kjo është kurse kur rritet, po them mosha, shkon moshën 17-18 vjeçare, aty pastaj fillojnë edhe dalin në paqe ti këto një stërvitje shumë profesionale, shumë detajuar dhe shumë kompakte për të qenë sa më afër se je gati duke bërë hapin përfundimtar drejt ekipit të parë, ku është maja deri aty dhe pastaj fillosh kalon profesionist. Kështu që në këto mosha është vetëm thjesht përmirësim, zhvillim, duke dhënë dëshirën që të vazhdojë të merret, sepse ndonjëherë këmbgulja e madhe të duket sikur po e fut aty në brendësi, po thjesht po e largon, sepse ai mërzitet se ka dhe moshën e vet, do dhe të luajë, do dhe të argëtohet.